Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në Newsline, do të jemi së bashku për të parë zhvillimet kryesore të deritanishme për mira qytetarë që prej vitesh presin zgjidhje për pronat. Qeveria ka menduar më në fund qasjen e re. Ministria e Drejtësisë njoftoi mënyrën e re të komunikimit me qytetarët, që do të jetë përmes takimeve direkte me drejtuesin e Agjencisë së Trajtimit të Pronave 2 herë në javë për njohjet e pronësisë dhe çështjet e kompensimit. Pakënaqësitë e mëdha të qytetarëve me Agjencitë Shtetërore të Trajtimit të Pronave më në fund po marrin një përgjigje. Ministri i Drejtësisë Toni Gogu njoftoi se Agjencia e Trajtimit të Pronave do të vendosë në dispozicion 2 ditë të javës për takime të drejtpërdrejta me drejtorin e përgjithshëm, me synimin për të përshpejtuar trajtimin e kërkesave. Sipas ministrit, çdo të mërkurë qytetarët do të mund të paraqesin problematikat që lidhen me kompensimin e pronave, ndërsa çdo të enjte do të trajtohen çështjet që kanë të bëjnë me njohjen e pronësisë. Në çdo të mërkurë, po lajmëroj dhe qytetarët, të gjithë juve që keni probleme me Agjencinë e Trajtimit të Pronave, pra me kthimin e pronave dhe kompensimin e pronave, çdo të mërkurë, drejtori i përgjithshëm me të gjithë stafin përkatës, me drejtorinë përkatës, ju pret për çështje të kompensimit dhe çdo të enjte për njohjet e pronësisë. Drejtori i përgjithshëm ka dedajuar një plan për shërbimin e qytetarëve, për të cilën ka mbështetjen e plot të ministrit, të ministrisë dhe të gjithë qeverisë. Ministri i Drejtësisë foli dhe për një nga projektet e parashikuara në sistemin penitenciar. Sipas tij, burgu i Shënkollit në Lezhë do të transformohet në një institucion të posaçëm të shëndetit mendor. Gogu tha se objekti do të shërbejë për trajtimin e të dënuarve me probleme të shëndetit mendor, sipas standardeve që aplikohen në vendet evropiane. Ai theksoi se projekti është pjesë e një plani afatgjat dhe se realizimi i tij do të kërkojë disa vite. Ne po punojmë, kemi një plan që po e zbatojmë dhe do të jetë institucion i shëndetit mendor. Atje do të trajtohen të dënuarit ashtu siç trajtohet një dënuar që vuan nga shëndeti mendor në çdo vend të Bashkimit Evropian. Do të marrë disa vjet, por ne do t'ju informojmë dhe do t'ju raportojmë. Ky është një projekt që ne e bëjmë në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë. Kreu grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla publikoi një dokument ku vërteton se Sali Berisha gjatë kohës që mbante detyrën e kryeministrit 17 vite më parë kishte firmosur për zhvillimin e turizmit në Zvërnec, si dhe për aeroportin e Vlorës. Balla shtoi se nga qeveria Berisha ishte dhënë gjithashtu një leje për ndërtime në Grykderdhjen e Vjosës. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Tauland Balla gjatë prezantimit të disa ndryshimeve në ligjin për turizmin në Komisionin për Kulturën, Turizmin dhe Diasporën, publikoi një dokument i cili tregon se vendimet për zhvillimet në zonën e Vlorës janë miratuar nga qeveria e drejtuar nga Sali Berisha. Balla deklaroi se vendimi për gjurmën e aeroportit të Vlorës si dhe ai që përcakton Nartën dhe Zvërnecin si zona me potencial për zhvillim turistik, mban firmën e Sali Berishës në cilësinë e kryetarit të Këshillit të Rregullimit të Territorit të Shqipërisë në vitin 2009. Sot po ju bëj publike se kush i ka firmosur vendimet për aeroportin e Vlorës edhe për zonën ndërtimore, zhvillimore, turistike në Zvërnec. Personi quhet SALIBERISHA, Sali Berisha. Por një ish funksionar i lartë i qeverisë Berisha, ish ministër i turizmit Edmond Spau, zbuloi pak ditë më parë në emisionin Real Story në ABC News se ka patur një strategji gjatë qeverisjes së PD-s për zhvillim të turizmit të lartë për gjithë Bregdetin Jugor, përfshirë edhe Zvërnecin. Dalemi tani me një zhvillim të minutës së fundit. Gjykata e Tiranës ka dënuar me nga 9 muaj burg 2 ish zyrtarët e Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore, konkretisht Artiol Saliasin dhe Gëzim Salën, të cilët janë shpallur fajtor për shpërdorim detyre, konkretisht për punësimin e Muçi Shaljanit, i cili mbeti vrarë në atentatin e Rinasit. Lidhem drejt për drejt me Alketa Shabën, ajo ka detajet e këtij vendimi. Alketa, të përshëndes, mbi çfarë argumenti u mor ky vendim ditën e sotme nga Gjykata e Tiranës?
Të përshëndes Rovena, Gjykata Penale e Tiranës ditën e sotme ka shpallur vendimin sa i përket dy zyrtarëve të Agjencisë Mbikëqyrjes Policore, konkretisht për Artyol Saliasin dhe Gëzim Salën, të cilët u hetuan nga ana e Prokurisë së Kryeqytetit për vepër me larje të shpërdorimit të detyrës lidhur me punësimin e palishëm të Mustafa Sheqerit, alias Muçishaliani, i cili mbeti i vrarë në atentatin e muajit nëntor vitit 2025 në rrethotullimin e Rinas. Ka qenë çështje në fakt që fillimisht pasi u hetuan nga ana e Prokurisë së Tiranës zbriti për gjykim në Gjykatën e Penale të Tiranës, ndërkaq që ka qenë një proces i cili është kryer me procedurë të shkurtuar. Gjykata ditën e sotme vendosi të dënojë të dy ish zyrtarët e AMP-s me 9 muaj burg, ku për shkak të gjykimit të shkurtuar dënimi zbriten në 6 muaj, ndërkaq tokat e zeza vendosën që të pezullonin dënimin dhe ta konvertonin atë në shërbim prove për një periudhë 1 vjeçare për të dy ish zyrtarët e Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore, siç thash, ata ndaj tyre u caktuar një masë lehtësuese fillimisht nga ana e Gjykatës Penale e Tiranës, e cila miratoi asokoi kërkesën e Prokurisë së Tiranës dhe nis fillimisht hetimi për të parë në rast se kishte apo jo kryerje të veprës penale të shpërdorimit të detyrës, siç ishte dhe në fakt kallëzimi i bërë në Prokurinë e Kryeqytetit nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore. Ky kallëzim dhe më pas hetimi nisur nga ana e Prokurisë së Tiranës nisi për shkak se u dyshua se dy zyrtarët e Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore kishin punësuar në mënyrë të palishme Mustafa Sheqerin në Agjencinë e Mbikëqyrjes Policore, ku rezultonte se ishte i punësuar në AMP për gati 2 muaj, pra 2 muaj po flitet nga momenti kur ndodhi atentati në 11 nëntor të vitit 2025, ndërkohë që nga verifikimet që u kryen rezultoi që dokumenti i punësimit të Mustafa Sheqerit ishte i falsifikuar dhe se në fakt ky fundet nuk kishte bërë asnjë ditë punë pranë Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore. Mustafa Sheqeri Rovena mbeti i vrarë në atentatin mafioz që u regjistrua në rrethotullimin e Rinasit, ku bashkë me të mbeti i vrarë dhe Gilman Dodani, krau i djathtë Emiliano Shullazi, ndërkaq që kjo çështje është ende në hetim nga ana e prokurisë dhe nuk është gjetur ende motivi që çoi në vrasjen e këtyre dy personave. Faleminderit Keda Shaba për raportimin. Ne rikthehemi tani zhvillimeve të ditës së sotme, patjetër do të diskutojmë për aktualitetin politik. Me mua në studio është bashkuar zoti Artur Nura. Përshëndetje zoti Nura, faleminderit që jeni me ne. Në fakt është bërë me dije ditën e sotme se do të ketë një qasje të re sa i takon problematikave që qytetarët kanë her pas here me prona, do të ketë takime të drejtë për drejta 2 herë në javë. A është kjo sipas jush pjesë e një reflektimi që kryeministri ka thënë se do të ketë për gjithçka ka ndodhur përgjatë kohëve të fundit? Po, padyshim mund të përdorim fjalën e urtë më mirë vonë se sa kur. Është një reflektim i vonë, por i domosdoshëm dhe sigurisht besoj që do të ketë rezultatet e nevojshme. Kur flasim për pronat në rastin shqiptar që është ndërtuar mbi 7501, mbi problematikat mos funksionimit të administratës kadastrave, të cilat i kanë qenë partijake përgjithsisht, kanë pasur interesat të pushteteve. Ky fakt tregon që tashmë po mendohet që gjithçka të kalojë në një kanal tjetër i cili ti eliminoj abuzimet e pushtetit, ti eliminoj problematikat e stërgjatjes. Këtë e ka bërë kjo qeveri edhe me sistemin elektronik, me e-Albanian dhe me të tjera, ka lehtësuar, po themi, procedurat për zgjidhjen e dokumentave. Në qoftë se kjo do të ketë një rezultat të caktuar, padyshim që do të konvertohet në besim te kjo shumicë, e cila pavarësisht të tërë, 13 vite, viti i 14, vazhdon të mbretëroj në thonjza, pa probleme me një opozitë e cila është ajo që është, dhe sigurisht duke trajtuar, paktën në leximin tim personal, një opozitë të re që vjen nga protesta. Kjo është, po themi, përgjigja që jep shumica qeverise opozitës së re e cila po krijohet. Do krijohet me vështirësi, nuk është kollaj, janë futur të gjitha grupet e interesit aty. Ka, sipas leximit tim, edhe algoritmi ka bërë një punë që të ketë më shumë pjesëmarrje se sa nevojitet, dhe kjo do sjellë edhe përplasje më të mëdha brenda, por në fund jam i bindur që do të ndërtohet një organizëm politik i cili do të jetë opozita e mirëfillt, e nesërme dhe serioze. Paktën kjo lexohet në strategjinë e shumicës qeverisë dhe te ky vendim politik. Që vjen në fakt pas një takimi që pati kryeministri dje në Theth, takimi zonë shumë problematike. Që jo rastësisht vjen direkt pas këtij takimi, se po të ishte rastësisht mund kishte dalë ministri i drejtësisë sot dhe Rama të shkonte nesër atje. Po duket që ka një strategji për të përgjigjur nevojave të qytetarëve. Kur flasim për pronat, në çështjen e pronave është një shumicë e jashtëzakonshme e qytetarëve. Dhe aty ku ishte zoti Rama, ka zona të caktuara në Shqipëri, të cilat nuk ka funksionuar 7501 dhe kanë funksionuar në bazë të
të çfarë thotë komshiu, prona ime shkon deri këtu ke pronoj, ose siç ka qenë dikur, dhe sot Rama me një vendim politik i tregoi që do ta respektoj këtë vullnet. Ky vullnet i ngjashëm me Imarën, edhe Imara ka këtë problematik, pra nuk ka funksionuar 7501, po ka funksionuar Gardhiot përfundonte te Gardhim dhe ka pasur një mirë kuptim të palëve, kështu që në këtë plan Rama ka çuar vullnetin politik të qeverisjes për t'i dhënë, po themi, stabilitet ekonomik zonave të caktuara malore, sepse ne kemi një bregdet të shkëlqyer, por në fakt kemi zona malore të shkëlqyera. 3/4 e Shqipërisë janë male, kështu që një strategji për turizmin malor është strategjia më e domosdoshme dhe padyshim duhet me mënyrë transparente, duke dëgjuar dhe komunikuar me qytetarët, të cilët duhet të binden në zbatimin e ligjit dhe të jenë përfitues të parë. Po jo të jemë në përfituese që janë rastet konkrete. Le të diskutojmë rastin e Zvërnecit, që ju në politikën redaksionale i referoheshit Berishës, kundër Berishës, mjafton që tjetë kundër Ramës, po janë vullnete të cilat duhet domosdoshmërisht vetëm me vetë financim, nuk ndërtohet një turizëm elitar. Pra kemi rastin e Kokomesit, i cili ka ngjetur pezull, nuk kemi akoma një projekt të madh, kemi rastin e Zvërnecit, i cili sipas vullnetmarrjes qeverisë do të funksionojë, por me investime të mëdha. Është e rëndësishme, qofse ne do ta lejojmë atë fshatarin e zonës aty, të ri ke shtëpia e vet, ta japi me qira, me çmime brukseliane, pse jo, se çmimet i kanë të kripura, të marrësh dhomën aty dhe të mos paguaj asnjë taks, kjo nuk është e drejtë. Është e drejtë që një investim i madh, i zyrtarizuar, të ndërtojë një standard europian elitar të turizmit, t'i japi punë atyre, të paguaj të zotët e pronës, të bëjnë ose joint venture, apo kush do t'a shesi, le t'a shesi, të bëjë gjithçka sipas standardit europian, ama është e mira që ne të kemi turizëm elitar. Turizëm elitar në mal, turizëm elitar në det. Edhe përmes nismave nga më të ndryshme për cilat po, ne jemi një vend vetëm motori turistik. Paketa e maleve pra është vullnet qeverisës politik për të ndërtuar turizëm edhe në male. Mos kemi vetëm 6 muaj turizëm bregdetar, po të kemi një vit turizëm dhe të kemi financime që vinë nëpërmjet turizmit, që shkojnë në favor të zotërisë në fshat, që shkojnë në favor të shtetit të paguajnë taksat, qoftë do ta lejmë në jug, ju keni qenë në jug, besoj, edhe teleshikuesit kanë qenë. Ne paguajmë kur marrim me qira një dhomë apo një vend aty, paguajmë dhe nuk paguajmë taksa. Ai e paguan në dorë, sepse kështu ka funksionuar. Qofse do të kemi hotele të mëdha ku do jetë pronar edhe i zotit tokës, ky është vullneti, siç e lexoj unë atë që tha Rama dje. Ky është vullneti që ai i zotit tokës ose ta shesi, ose të bëhet pronar me investimin e madh, dhe të jetë pronar në mënyrë transparente, pra mos lihen me abuzime, dhe ama ne shkojmë, marrim shërbim cilësor, paguajmë dhe përqindja e caktuar shkon spitale, arsim, rrugë, pra taksat janë taksat që shkojnë, shteti nuk prodhon. Shteti vetëm ndërton ekuilibrat nevojshëm midis grupeve ndryshme të interesit dhe me taksat i hedh në favor të interesit të shoqërisë. Atyre që kanë më shumë nevojë, po padyshim te spitalet, ke arsimi, tek rrugët, të cilat duke u zhvilluar sjellin një hapësirë më të madhe edhe për turizmin elitar dhe nuk lihen në rrugë me balë, që shkosh një shtëpi ndërtuar individuale, shumë e mirë, po do kalosh në balë por ashi, siç ra dje në Imar apo siç ra në jug të vendit. Kështu që ky është vullneti qytetar dhe ata të protestës duhet ta kuptojnë. Paketa e maleve, e tha në mënyrë të qartë kryeministri, do të funksionojë, por nuk është abuzive. Nuk kapse të paragjykohet. Çështjen e trajtimit pronave, mendoj që ti flet nga bulevardi, pa shkuar asnjëherë në theth, pa e para realitetin nga afër, sepse dëgjon një ish deputete socialiste për shembull, e cila tani nuk flet mos si deputete socialiste, po flet si deputete e partisë që do të vinë nesër nga bulevardi. Të gjitha këto duhet me përgjigj. Nëse kërkojmë përgjegjësi për klasën 36 vjeçare politike, duhet demonstrojmë përgjegjësi për anën qytetare të atyre që protestojnë. Pra, kur i kërkon të tjerëve të jenë të drejtë me ligjin, të drejtë me interesin publik, ti në hapat e para të formimit tënd politik, sepse po formohesh politikisht, duhet të jesh i përgjegjshëm për sa të takon. Ndryshe po abuzove, sigurisht mund të bindesh sot, po jo nesër dhe fakti që ka pak pjesëmarrje tregojnë që ka ngelur një pjesë e caktuar sepse një pjesë është gënjur. Qofse ne do të kemi përsëri zhvillime të tjera, unë besoj që po,
sepse ka dhe interesa geopolitik të cilët i fryn apo i çfryn këto protesta, ne duhet të jemi të përgjegjshëm si qytetar, po themi që ne në veri kemi nevojë për turizëm 6 mujor të paktën. Kështu që pse jo dhe 1 vjeçar, sepse në vap mund të shkosh të rish shumë mirë në theth, edhe të mos ta ndjesh të nxehtën e korrikut për shembull apo të gushtit, apo një turizëm tjetër. Po ne kemi një vit turizëm, ne jemi vend i vogël, ne motorin më të madh ekonomik e kemi ke turizmi. Vjen dhe ndërtimi, po ndërtimi lidhet në varësi të turizmit, po turizmin e kemi parsor. Prandaj duhet patjetër mbështetur. Mirë, folëm në fakt për këtë që e quajtëm këtë qasje të re si një lloj reflektimi edhe nga ana e qeverisë. Tani më duaj që të kuptojmë pak Partinë Demokratike, ju e prekët pak dhe në analizën tuaj, megjithatë dukej se, siç ishte thënë në fakt edhe më herët, se Zvërneci ka 17 vite që diskutohet, që kur Berisha ka qenë kryeministër. Unë thash që Berisha Zvërneci dhe jo vetëm. Berisha është kundër Berishës, mjafton që dali kundër Ramës sot. Dhe i haron çka ka bërë kur ishte vetë në pushtet. Po, edhe që është firma e Berishës atje, është për të demaskuar që shiko, nuk je koherent me vetveten, por në fakt mund të ketë qenë vendim i dur. Fakti që kjo qeveri është rikthyer Zvërnecin dhe fakti që kjo qeveri flet për projekte të turizmit elitar, kjo tregon edhe një herë mungesën e përgjegjësisë, koherencës së plakut mere, mund ta bëjmë në mënyrë kështu pa fyer askënd, domethënë një personazh mjaft popullor i kinostudios Shqipëria e Re, me që protesta kërkon Shqipërinë e Re që është një filozofi kretë e vjetër e komunizmit, po mund të themi këtë gjë, që projektet e rëndësishme nuk ka pse të shkojnë 4 miliard euro, dollar më fal, sepse vijnë nga vende që dollari është parsor, të shkojnë në një vend tjetër, mund të shkojnë në Greqi. Në qoftë se ti nuk do t'i ofrosh nevojat ligjore me të cilat një biznes serioz do të investojë, ai nuk vjen këtu për ta bler tokën. Ai vjen për ta përdorur sipas ligjeve në fuqi. Ligjet në fuqi, ne kemi kaluar disa pragje të komunitetit evropian, pra për të bërë pjesë e Europës, dhe jemi në sitën e tyre. Kështu që ne do t'i bëjmë gjërat gjithmonë me standardin europian. Dhe nuk ka shitje dhe blerje. Shitja e blerje nuk e bën shteti, po e bën individi, e tham, e bën ai pronari i tokës aty, që do t'ja blej ky që do ndërtoj një fshat të madh, apo një shoqëri e madhe, e cila ka ndërtuar dhe në Francë. Por siç e për ta cituar zotin Rama, nuk është se e ka bler Francën. Ai ka bler sipas ligjeve të Francës një biznes dhe e shfrytëzon në Francë. E sigurisht shfrytëzon potencialin francez për të fituar dhe ai, sepse askush nuk vjen për të humbur. Në rastin se do flasim për interesat e konsumatorëve, pra qytetarëve, do të ishte shumë më mirë që një biznes në Theth, në Zvërnet, në Sazan, në Lumin e Shalës, apo diku tjetër, në gjithë Shqipërinë, të vijë një biznes i madh, i cili ti adoptohet rregullave të vendit, interesave të ti në raport me interesat e vendit, dhe ne të kemi një turizëm elitar. Që pse jo, të shfrytëzojmë të gjithë, po themi, sitet tona turistike, pastaj le të shkojmë edhe në vendet e tjera, se s'ka asgjë të keqe të shkosh në Greqi apo të shkosh në Francë për të bërë pushime. Po do ishte mira sepse duke ndërtuar sitet me cilësi europiane këtu, e para i japim punë vendasve, e dyta ofrojmë shërbim cilësor, sepse le ta themi hapur, ne shërbim kush e ka provu dhe besoj televizionistët si ne kanë provuar turizmin në Greqi, kanë provuar turizmin në Kroaci, kanë provuar turizmin në Turqi, ne nuk e kemi akoma shërbimin në atë nivel. Unë për eksperiencë punë e komunikimi kam drejtuar një shkollë kulinare, ku flisa për komunikime dhe ju them që shërbimin e kemi pak cilësor. Pra duhet patjetër të fusim standarde europiane që të ofrojmë edhe ne si të tjerët, bile pse jo dhe më mirë, si Greqia, si Turqia, apo si Kroacia, të ofrojmë dhe ne atë shërbim, po atë natyrën që e kemi shumë të bukur se të tjerët, detin që e kemi shumë të cilësor, se kemi akoma të virgjër se të tjerët, pse të mos e ofrojmë me kushte financiare të mira, që parat e mëdhat turizmit elitar të hidhen në Shqipëri, të përfitoj qytetari i zonës, apo fshatari i zonës, po të përfitoj edhe shteti nëpërmjet taksave, dhe sigurisht duke përfituar shteti, përfitojmë edhe ne në Tiranë, sepse na ndërtojnë rrugët, ndërtohet shkollat, ndërtohet pse jo të investohet edhe tek ajo që tha sot ministri dhe ju e përmendët në fillim, që të kemi një sistem të regjistrimit pronës më eficient, dhe njerëzit ta kenë kollaj, ta nxjerrin nga celulari atë si quhet, testamentin e pronës apo dëshminë e pronës tënde. Kjo do të ishte para shteti nuk prodhon,
shteti merr nga taksat dhe i konverton në shërbime. Faleminderit shumë zotë Nura. Kënaqësi. Faleminderit që ishit me ne, kënaqësi dhe për ne gjithmonë. Shojmë tani të tjera zhvillime të ditës. Dëgjesa për reformën zgjedhore në Kuvend është shoqëruar me debate për përfaqësimin e policisë së shtetit. Demokratët kërkuan që përballë deputetëve të ishte drejtori i përgjithshëm Skënder Hita, ndërsa në komision u paraqit zëvendësi i tij Sokol Bishga, i cili në kohën e parlamentarëve të vitit 2025 ishte përgjegjës për procesin zgjedhor. Mungesa e drejtorit të përgjithshëm të policisë së shtetit, Skënder Hita, përplasi mazhorancën me opozitën në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Partia Demokratike nuk pranoi dëgjesën me zëvendës drejtorin e policisë Sokol Bishga, duke kërkuar me ngulm ballafaqimin me Skënder Hitajn. Shqetësim që nisa veti pari për sa i përket kësaj, pra parlamenti këtë e ka seancë shumë të rëndësishme. Ky është një komision shumë i rëndësishëm i parlamentit. Mendoj që ne duhet ta shtyjmë këtë mbledhje. Dhe të marrim masa që drejtori i përgjithshëm i policisë bashkë me zotin Bishga dhe kolegë të tjerë që gjykon ai që duhet të jenë këtu në kuadër të këtij qoftë llogaridhënie para parlamentit, por dhe punën që duhet bëjmë ne. Bishga sqaroi se në kohën e zgjedhjeve parlamentare të vitit 2025 ishte ai përgjegjës për procesin zgjedhor, kurse Hitaj aso kohë ishte vetëm drejtor policie në Fier. Për pyetjen e parë, pse nuk ka ardhur drejtori i përgjithshëm i policisë, un kam qenë i autorizuar nga drejtori i përgjithshëm i policisë ose zëvendës drejtori i përgjithshëm për çdo rast ka ndjekur gjithmonë aktivitetet zgjedhore. Dhe në rastin e fjalë drejtori i përgjithshëm ishte drejtor në një qark në një provincë, kurse un kam qenë përgjegjësi për procesin zgjedhor të vitit 2025. Megjithatë, kërkesa e opozitës u pranua për të shtyrë seancën, edhe pse qëllimi mbetet i njëjtë. Sepse me mosveprimet e saj, ditën e votimit ka qenë shfaqja më gjigante që unë mbaj mend në kaq vite eksperiencë në zgjedhje, në politikë dhe përpara politikës me OSBE-n, hiq vitin 2001 ku ka një prezencë të krimit në atë nivel që kemi parë në vitin 2025, 11 maj. Dhe policia e shtetit nuk ishte aty. Parlamentare të vitit 2025, policia e shtetit goditi 107 raste të krimit zgjedhor. Sipas raportit më të fundit, policisë u evidentuan 229 autor gjatë fushatës dhe në ditën e zgjedhjeve për shitblerje votash, kërcënim të votuesve apo përdorim të palishëm të burimeve shtetërore, nga të cilët 27 autor u arrestuan, 8 u shpallën kërkim dhe 194 të tjerë u hetuan në gjendje të lirë. Po ashtu raporti i policisë konfirmon bashkëpunimin me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, SPAK dhe Prokurorinë e Përgjithshme. Bashkëpunimi u rikonfirmua disa ditë më parë nga vetë kreu i SPAK, Lodian Brao, i cili zbuloi se në zgjedhjet parlamentare të vitit 2025, shumica e referimeve për krime zgjedhore erdhen nga vetë policia e shtetit. Në vitin 2025, nga 46 procedime penale të regjistruara, 47.8% janë iniciuara mbi bazën e referimeve nga policia e shtetit, 23.9% janë nisur kryesisht nga SPAK, ndërsa 28.3% kanë ardhur nga kallëzime të shtetasve, nga prokurorit e jurisdiksionit të përgjithshëm, nga subjekte politike apo institucione të tjera. Kosova rrezikon të humbas 40 milion euro nga plani i rritjes i Bashkimit Evropian pasi dështoi të përmbush një sër reformash të kërkuara nga Brukseli. Komisioni Evropian po shqyrton raportin e autoriteteve në Prishtinë, ndërsa fondet mbeten të kushtëzuara nga miratimi i ligjeve dhe zbatimi i reformave të bllokuara prej muajsh si pasojë e krizës institucionale. 40 milion euro rrezikon të humbasi Kosova nga fondet e planit të rritjes së Bashkimit Evropian për vendet e Ballkanit Perëndimor në këtë raund. Është Komisioni Evropian që ka konfirmuar se po vlerëson raportin e Prishtinës për zbatimin e reformave, ndërsa vendimi për disbursimin e fondeve pritet të merret pas përfundimit të këtij procesi. Më 15 korrik 2026 përfundoi afati për shtetet e Ballkanit Perëndimor, përfshir Kosovën, për dorëzimin e raporteve mbi zbatimin e reformave të parashikuara në periudhën e 4 të raportimit, ndërsa afati për zbatimin e tyre ishte 30 qershori 2026, datë që shënoi edhe përfundimin e periudhës shtesë, grace period, për hapat që duhet të ishin realizuar që nga mesi vitit 2025.
40 milion euro të konsideruara të humbura vinë si rrjedhojë e mos realizimit të 6 reformave kyçe që përfshin ligjet për energjinë, ligjin për ndihmën shtetërore, ligjin për inovacionin dhe ndërmarrje, legjislacionin për falimentimin dhe ligjin për kamat vonesat. Paketën prej 6 ligjeve në fushën e drejtësisë dhe strategjinë për luftimin e krimit të organizuar. Ato u bllokuan të gjitha si pasojë e ciklit të zgjatur zgjedhor dhe krizës institucionale. Ligjet duhet votoheshin në parlament, ndërsa strategjia për luftimin e krimit të organizuar nuk mund të miratoj nga një qeverin detyrë. Deri më tani Kosova ka përfituar vetëm 62 milion euro si parafinancim, që përbëjnë 7% të shumës totale, ndërsa pjesa tjetër e fondeve mbetet e kushtëzuar me zbatimin e reformave. Paketa e Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor për periudhën 2024-2027 ka vlerën e 6 miliard eurove. Jemi sërish së bashku drejt për drejt në Newsline, do të ndalemi tani me situatën që lidhet me motin. Stuhia e mbrëmjes së djeshme paralizoi kryesisht jugun e vendit, duke shkaktuar jo vetëm dëmet më dha, por dhe një viktim. Punonjësi OSHS në Himar humbi jetën gjatë një ndërhyrje në rrjetin elektrik të Potamit, ndërsa në Sarand era e fortë rrëzoi pemë dhe dëmtoi disa biznese. Një viktim dhe dëme të shumta materiale shkaktoi stuhia që përfshiu një pjesë të Shqipërisë mbrëmjen e të martës. Saranda, Vlora dhe Himara ishin zonat më të prekura. Në Potam, një punonjës i OSHE humbi jetën në orët e para të mëngjesit, ndërsa po riparonte një defekt në një prej shtyllave në zonë për të kthyer energjinë elektrike ndërprer gjatë stuhisë. Bashkim Boçi nga Elbasan ishte pjesë e një prej grupeve të punës në ndihmë në zona turistike gjatë sezonit veror. 55 vjeçari dyshohet se është goditur nga rryma elektrike, është shkëputur nga rripi i sigurisë dhe është rrëzuar nga shtylla rreth 9 metra e lartë, duke humbur jetën. Sipas policisë, ai u dërgua pa shenja jete në qendrën shëndetësore në Himar. Ndërkohë, një grup hetimi është ngritur për të përcaktuar shkaqet e qarta të humbjes së jetës së elektricistit. Ndërkohë, era e fortë dhe rreshjet intensive të shiut shkaktuan dëme në disa biznese në lungomare dhe rrëzuan pemë në sheshin e Flamurit në Vlorë. Por më problematike situata ishte në Sarand. Një nga hapësirat publike më të frekuentuara, mëngjesin e të mërkurës tregon forcën e stuhisë. Era e fuqishme rrëzoi pemë, ndërsa degët e tyre të përhapura në zonë vështirësuan qarkullimin e automjeteve. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë në një raport për situatën e krijuar për shkak të rreshjeve intensive, shoqëruar me erë të fuqishme, thotë se ekipet e autoritetit rrugor shqiptar kanë pastruar rrugët nga materiale të tjera, të rëna gjatë natës duke kthyer normalitetin në lëvizje. Energjia elektrike është rikthyer në disa zona, por 21 fidra vijojnë të jenë jashtë funksioni. Në Vlorë, Fier, Sarandë dhe Librazh, rreth 1000 punonjës ndodhen në terren për riparimin e tyre. Moti i keq shkaktoi vonesa edhe në aeroportin e Tiranës, ndërsa në portin e Durrësit stuhia rrëzoi disa kontenjer bosh, por nuk krijoi probleme në trafikun detar. Ndalemi tani tek një zhvillim i minutës së fundit, ka shkuar në 2 numri i viktimave si pasojë e motit të keq që goditi Sarandën mbrëmjen e djeshme. Në Ksamil është gjetur i mbytur peshkatari Mihal Zoj. Gjatë kërkimeve, policia ka gjetur të fundosur dhe mjetin e tij lundrues. Dyshohet se ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e djeshme në kohën kur zona u përfshi nga stuhia e fortë me erë dhe dallgë të mëdha. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarje të rëndë. Flasim tani për motin, për kushtet klimatike që na presin për gjatë ditëve në vijim. Do të jem drejt për drejt me zonjën Anira Gjoni nga Igeu. Ju përshëndes zoja Gjoni, faleminderit që bashkoheni me ne në këtë komunikim të drejt për drejt. Faleminderit për ftesën. Në mesin e një vale afrikane me temperatura ekstreme të larta, Shqipëria dje u përfshi nga një stuhi e fortë, siç raportuan fatkeqësisht dyshohet që ka shkaktuar dhe 2 viktima. Çfarë ndodhi? Përgjatë pasdites së djeshme, vendi ynë, i gjithë rajoni, u përfshi nga nga depërtimi një mase të ftohtë me origjinë nga lindja, e cila do të jetë prezente për rajonin deri në fund të javës.
Ndërkohë që episode si ai i mbrëmshme me stuhi, presim që të kemi sërish përgjatë ditës së premte, ku pritet që të kemi shtrëngata në të gjithë territorin, pothuajse në të gjitha qarqet. Shtrëngatat sigurisht që janë të shoqëruara edhe me shkarkesa elektrike dhe me stuhi, pra ashtu siç ndodhi përgjatë mbrëmjes së djeshme. Përgjatë ditës së premte kryesisht pritet që të nisin në veri shtrëngatat dhe do të jenë prezente pastaj drejt qendrës, në pasdite shkojnë deri në pjesën juglindore të vendit, kryesisht pra do të jenë zonat kodrinore malore, ato që do të preken më shumë, ndërkohë që të gjitha qarqet pra pritet që të ketë rreshje të dobta përgjatë ditës së premte. Sot dhe nesër jemi të sim pak më qetë, të paktën nga stuhit? Po, pritet që përgjatë ditës së sot, pasditja e sotme dhe dita e njëjtë sjell një përmirësim afatshkurtër të kushteve të motit dhe ndërkohë pritet pra që të rikthehen ditën e premte rreshjet në formën e shtrëngatës. Më pas do të kemi sërish një përmirësim afatshkurtër përgjatë ditës së shtunë dhe ditës së diel për të rikthyer një episod rreshjesh sërish ditën e hënë. Por është akoma shpejt për të dhënë detaje. Përgjatë ditës nesërme pritet që të kemi një ulje të temperaturave prej 2 gradësh nga dita e sotme, si në vlerat minimale ashtu dhe në ato maksimale, ndërkohë që dita e premte do të sjellë një ulje tjetër të temperaturave, duke shënuar edhe ndoshta temperaturat më të ulta sa i takon kësaj periudhe. E premtja pritet që temperaturat minimale të ajrit në Bregdet të shënojnë deri në 19 gradë, ndërkohë që maksimalet shkojnë deri në 28. Temperaturat minimale në zonat e ulta ku përfshihet edhe kryeqyteti pritet që të shënojnë deri në 15 gradë dhe ato maksimale shkojnë deri në 28, ndërkohë që temperaturat në zonat malore pritet që minimalet e ajrit të shënojnë deri në 8 dhe ato maksimale shkojnë deri në 21. Duke nisur prej ditës së shtunë, do të ketë një rritje graduale të tyre dhe normalisht do të shkojnë drejt normalitetit sa i takon muajit korrik, nëse mund ta quajmë kështu. Nëse mund ta quajmë normale. Jam e bindur që ulja e temperaturave për gjithë ata që na ndjekin në këtë moment është lajm i mirë. Unë e kuptova që e premtja parashikohet jetë një ditë problematike sa i takon stuhisë dhe duhet patjetër një lloj apeli edhe për ata që na ndjekin, çfarë mund të bëjmë për të ruajtur sigurisht nga dëmet mundshme që mund shkaktojnë shtrëngatat dhe gjithçka tjetër. Ashtu siç ndodh në këtë periudhë të vitit, kur kemi në përgjithësi shirat janë në formën e shtrëngatës, kjo për shkak edhe të nxehjes, pra për shkak të temperaturave shumë të larta, të avullimit të menjëhershëm. Sigurisht që ajo çfarë ndodhi përgjatë ditës së djeshme është përplasja e masës ftohtë e cila ndodhet përballë asaj të nxehtës që vjen nga veriu i Afrikës dhe ndërkohë që rajoni jon përballet me shira dhe uljen e temperaturave, Europa perëndimore po përjeton një valë të dytë të nxehtit, ku më i godituri është edhe Gadishulli Iberik. Dhe kjo përplasje e të dy masave, e cila ndodhi mbi Adriatik dhe Jon, solli dhe këto shtrëngata përgjatë mbrëmjes së djeshme. Sigurisht që edhe dita e premte duhet patur kujdes, pasi na pret do të shoqërohet me shtrëngata, ashtu siç unë e thash, do të nisin prej mëngjesit kryesisht në veri. Ka një zhvendosje pra, ndoshta nga jugu që ishte kryesisht problematik dje, e të premtes pritet të jetë kryesisht problematike në veri? Ka patur edhe në veri përgjatë ditës së djeshme rreshje, pavarësisht se kanë qenë jo me intensitetin e erës e cila u përball jugu, ndërkohë që ka patur problematika më të shumta kanë qenë në jugun e Malit Zi dhe në Kosovë, ku janë përballur dhe ata me stuhi me erë pra të fortë, ndërkohë që edhe dita e premte pritet që të ketë pothuajse të njëjtën shfaqje që ne pam përgjatë mbrëmjes së djeshme. Do të jenë shtrëngatat më prezente në veri dhe në qendër të Shqipërisë, ndërkohë që zhvendosen më pas drejt juglindjes së vendit. Dhe nuk presim që të kemi problematika sa i takon ankorimeve, por sigurisht që shkaktojnë ato problematikat e veta për shkak të shkarkesave elektrike dhe duhen shmangur vendet e hapura kryesisht, pasi mund shkaktojnë edhe dëme. Në çfarë situate jemi, a quhet kjo normale për muajin ku ndodhemi?
Ka patur episodet her pas hershme për gjatë verës, shtrëngatat dhe stuhit janë, do me thënë, nëse kemi reshje për gjatë stinës së verës, janë në këtë formë, në formën e shtrëngatës dhe të stuhive. Ashtu si që po e shpjegoja, kjo për shkak edhe të valve të nxehtit dhe të nxehjes së atmosferës, dhe janë pra si fenomene të njohura për gjatë stinës së nxehtë të verës. Java në vijim, ne kuptuam se çfarë do të ndodhë për gjatë këtyre ditëve, megjithatë java në vijim është ajo përmbyllësja e muajit korrik, presim rikthimin e verës, të valës afrikane, paqëndrueshmëri, diçka të përgjithshme ndoshta për ata që mund të kenë vendosur edhe pushimet? Dita e hënë sërish sjell rreshje të dobta lokale, por do t'jenë të izoluara, ndërkohë që temperatura do të vinë në rritje për javën që vjen, dhe sigurisht rikthehemi ditëve të nxehta të verës, ashtu siç edhe këtë ditë, pavarësisht se ne themi që do pësoj një ulje temperatura dhe do t'jetë një freskim i përkohshëm, nuk flasim që do kthehet dimri në mes të verës. Vijojmë patjetër me temperatura të larta. Mesatarisht, çfarë ka patur korriku ndoshta si një temperaturë më të lartë mesatare apo minimale? Si ka qenë ky muaj? Ky muaj, ashtu si edhe verat, edhe korrikët e muaj korrik i viteve të fundit, ku ne jemi mësuar tashmë me temperatura të cilat vit pas viti vijojnë të mbeten mbi mesataret shumëvjeçare, sërish ka shënuar temperatura të larta për vendin tonë, nuk kemi thyerje të rekordeve, nuk kemi diçka jashtë normales të këtyre 5 apo 10 viteve të fundit, pra vijojmë të kemi vera të nxehta, është një verë nxehtë ngjashme me atë të vitit që lam pas, ashtu siç e kishim paktën siç e kishin parashikuar modelet e parashikimit afat mesëm dhe afat shkurtër, ndërkohë që e tillë pritet të mbyllet me temperatura mbi mesatare shumëvjeçare, nëse mund t'i referohemi një matje të ditës së djeshme, ku Kuçova sërish shënoi 41 gradë, pra vijon të mbajë edhe temperaturën rekord sa i takon temperaturave maksimale në vendin tonë. Por, do me thënë, afrohet në maksimumin e vetë absolut, por nuk e ka thyer. Ndërkohë që ajo që vihet të re dhe është sërish shqetësuese sa i takon verës, janë netët tropikale, netët pra me temperatura mbi 20 gradë, ku na kanë shoqëruar për gjatë këtij korriku sërish, janë më të shumta në numër, pra vijojmë të përballemi me netë të cilat të një pas njëshme, të cilat regjistrojnë temperatura mbi 20, dhe këto janë ato pasoja të ndryshimeve klimatike që ne po i përjetojmë vit pas viti. E kuptueshme. Unë ju falenderoj shumë zonja Gjoni që ishit me ne, falenderit për gjitha informacionet që nda drejt për drejt. Mirë, si që e përmendëm në fakt edhe rajoni është prekur nga stuhia, ndjekim çfarë ka ndodhur. Kushtet e vështira të motit me rreshje të dendur e shiu, stuhi dhe era të forta kanë përfshirë dhe rajonin. Në Vitit të Kosovës, një 6 vjetën pasi dyshohet se ka rëshkitur aksidentalisht në balkonin e shtëpisë të tij, mbushur me ujë nga shiu i rrëmbyeshëm që zgjati disa orë. Sipas zëdhënësit të policisë në këtë komunë, Valon Osmani, rasti ka ndodhur rreth orës 16:30, ndërsa burri ka ndëruar jetë si pasojë e goditjes mbrapa koka. Ai është dërguar për mjekim në spitalin e Gjilanit, por mjekët kanë konstatuar sa ishte pa shenja jete. Edhe 2 persona të tjerë nga fshati i Pozheran kanë pësuar lëndime të lehta trupore, pasi dyert hyrëse të oborreve të tyre janë rrëzuar nga kushtet atmosferike dhe i kanë rënë sipër, por ato ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Një nga zonat më të prekura në Kosovë është dhe komuna e Skënderajt. Shiu ka lëndëme të parikuperueshme në bujqësi, një nga sektorët kyç për ekonominë e zonës. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka njoftuar se edhe mesi i javës do të jetë në ndikimin e kushteve të vështira atmosferike, në formën e rrebesheve apo shkarkime rrufesh. Moti keq goditi edhe Maqedoninë e Veriut, si pasojë e stuhisë së fortë që u shfaq në orët e mbrëmjes në Shkup. Shumë pemë dhe semafor u rrëzuan, ndërsa xhatit e disa ndërtesave u shkëputën duke shkaktuar dëme materiale. Për shkak të stuhisë, pemët e rrëzuara penguan qarkullimin rrugor, ndërsa në shumë pjesë të qytetit u regjistruan dhe ndërprerje të energjisë elektrike. Në rajonin e Shkupit, pas orës 17:05 dite e së të martës, emergjencat kanë pranuar më shumë se 9.000 thirrje nga qytetarët, mes tyre për 15 të plagosur, 2 prej të cilëve në gjendje më të rëndë shëndetësore.
Rreshja e të dendur e shiu dhe erë të forta pati dhe në Korfuz. Moti i keq shkaktoi rrëzimin e pemëve, bllokim të trafikut dhe probleme me energjinë elektrike. Flakët në fushën e mbeturinave në Kru janë shuar nga shiu i rënë, por mali me mbetje po digjet në brendësi dhe reja tymi toksik që çlirohet shkon deri në afërsi të Kamzës. Zjarri dyshohet këtë qenë i qëllimshëm, ndërsa shkaku ende nuk dihet, ai është vendosur në disa pika. Zjarfikset e Krujës, të ndihmuara dhe nga ajo institutit, kanë punuar përgjatë gjithë natës për shuarjen e tij, por pritet ndërhyrja me fadroma për ta mbuluar kështu me dhe, pasi është e vetmja mënyrë për ta shuar plotësisht. Ishte gjithçka e përgatitur për Newsline për ditën e sotme, të tjera zhvillimet përdiqësuara minut pas minute nga vendi, rajoni dhe bota, ju mund t'i ndiqni dhe në faqen tonë abcnews.al, njerësh dhe në valët e radios 105 FM. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.